Kur je martu, çfarë Jam kohe? martu në 19 vjeçare. Nuk im kom ra pishman hiç. Fëmijat ban si shok, rritën, unë e kom lan shkollën, e kom pas juridikun, e kom lan, u bo nanon, po normal, peng është, bile tham, tash që shkollona bara me fëmijët mi. A dërgona punon me çka merresh? Jo, nuk punoj, i rriti fëmin, A je non? Po. Sa e re. faleminderes. Kompliment, po duket shumë e re. Faleminderes. Sa vite e bonon? Ju mba që 10 vjet. Që 10 vite. Po. Kur je martu, çfarë Jam kohe? martu në 19 vjeçare. 19 vjeçare. Po. Ko gjë e re. Po, valla. Ai kira pishman që martu kaq e re. Jo. Jem një familje shumë të mirë, nuk im kom ra pishman hiç. Jo më thëti, sa fëmijë keni? I kom 3. 3 fëmijë. Vajza djem? 2 qika e një djalë. Inshallah. Inshallah mirë të Inshallah, inshallah. A dëgo, sa është sot me qenë non vështirë? Po shumë vështirë, edukime, shkollime, krejt këto. Gjatë këtij rrugtimi, ka ne ke pas mbështetje? E kom pas burrin, nanën, vjerën. Sa mirë që përmendë dhe vjerën, se shumica nuk i përmendin vjerën. Jo, në përmeni se kom pas mbështetje dhe jetoj me ta, e kaloj mirë. Jeto me to, Po. sa mirë. A ndikon që keni raportet me vjerë? Mirë, unë i kom mirë për vete. Nuk kam kur gjë najsen keq me ta. Ashtë si pas te e ma mirë me jetu me vjerë, Po mendoj që ma mirë është. e këto që s'kajnë dëshirë hiq me jetu me vjera, ka me timi këtë to. Po këto kanë edhe nanë dhe vetë. Ajo është gabim. Unë mendoj që do të me respektu familjen e burrit. Bile nanën do të gjithçysh. Sa, ku ta respekton një nanë të burit, e respekton edhe burit. Normal. A pëlqen, kjo që është shumë e mirë që e thua. Po ky respekt është anasjelltas edhe bashorti, a e të respekton familjen? Po, po. Se Unë tani tash janë edhe në puna- fillim që s'jam pishman heq se është familje mirë, me burrin e kaloj shumë mirë, me vjerën, me familje të burrit, me krejt. Me kalu një familje kaq mirë me familjen e burit, cila është ajo formula. Të tregoj pak një grave. Mirë kuptimi me njëri tjetrin, për shembull, si me vjerë, si me burr. Edhe vjera do të më të kuptu ty edhe ti ato. Qishtu shkon. Do të pas gjej ju atë formulën. Po, Am të gojnë kështu edhe rume. Sa përmendë edhe vendimin e bashortit edhe të vjerës. Am të a ka ndaj rast se ty, domethënë, ja vlen me cek që ty ke qenë vështirë edhe i ke pas afër, domethënë. Pa persona. po i kum pas shtirë se unë jam banan shumë e re. Edhe këto më kanë mësu tani qysh me bo, qa me bo, se në 19 vjeçare jam martu. Sa kishte vështirë kur fëmin e parë, domethënë e kapën dorë dhe ai kujdesi është pak ma problem Mal kur veçantë është kujdesit e fëmija i pa normal se do këtë që ku me di shka u bo. ja trigën. Po, qashtu është. Ama jo, miru konkret, s'di mu më ka shku shumë mirë. Sot kur e mendon tash pas shumë viteve këtë epitetin nan. Çfarë ndryshimi është për ty? Po tash është që në rritë fëmija pak edhe thëm kuku sa e reja den. Nuk moj me imaginu diqysh në atë moshë teme, qysh jo martuane. Mu bonon ka që re, mi rritë, qenë shkollë. Është ma mirë për tash që kur t'je non, apo kur t'kalumë ku s'ki qenë non. Po një Jo, ndryshim. tash është ma mirë. Tash është shumë ma mirë. Ma mirë. Pa çka është ma mirë? Për gjithë shka, fëmijat banë si shok, rritën, për gjithë shka është ma mirë mu bo ma heret non. Mendimi jam. Cila është ajo mosha që është e përshtatshme për çdo femër për me qenë non? Po mesoj 24-5. Besoj që është mjaftueshme. Pra po ato femrat pak që vonojnë martesat që nuk kanë dëshirë më thonë se po na marrë shumë domethënë karrierën e kemë ndërën parë, familjen e kanë dykon në fund. Unë mendoj që munësh edhe karrierën edhe krejt. Mi bo, po edhe non mu bo. Se ja vlen. Në rreth parë. Familja apo karriera për ty është? Jo, familja. Familja në rëndë parë, unë e kum lanë shkollën, e kum pas juridikun, e kum lanë, u bu nanon, tani mu rritë fëmija, e kum lanë. Sot sa këtë peng që ke lënë shkollën për me kriju familje? Sot, po normal, peng është, bile tham, tash që shkollona bara me fëmijët mi. Normal. Po, nuk është vonë korë, kështu që shkollën munesh me nëzonë besaj. Domethënë është
brend parë familje. Po, në rend parë fëmija, familja. Çka kishte sugjeruar gjithë grave, gjithë femrave, ato që dëshirojnë të krijojnë familje. Po, unë ju kisha sugjeru që t'jenë nana të kujdesshme, t'kenë mirë kuptim familje, t'i këshyrin vjerin, se dhe ato kanë u bo vjera, nana, krejt. Pata shumë kënaqësi, të jem në intervistë me juve.